këto zhvillime që po ndodhin gjatë javës që po e lëm pas, por edhe sistemi që po e përshkruan profa, si të duket ty? Është idealja për mos me pas probleme të tilla. Dhe smajta mend shumë, me thonë drejtë. Smajte mend shumë? Po na tregoj qysh mos me pas probleme në Kosovë. Shqyqo, e para, na jemi 1.4 milion banor. 110.000 kilometra katror. Tendenca e ramjes të popullsisë është këgja në rritje. Kemi shumë migrim, të më thënë shumë diasporë. Edhe tashti po e paramendoj një situatë ku ne mundemi me ra 1.2 milion banorë dhe në parjet zonave. Kemi rajone që po shpopullohen, migrimi i brendshëm prej fshatit në qytet. Edhe tashti qysh do të voton dikush në fshatrat e Gollakut në Makresh, për shembull. Ose në Dragan. Zona nuk do të bëjë si përfaqësës, do të bëjë numërit banorëve. Edhe si rajon, kur ta mersh kështu. Po mirë, ti rajonin e cakton qëtë sa ti ketë për shembull 30.000 banorë. Po në mendoj që mirë është me ndonë zona, po jo në 60 se shumë janë. Po nëse dojmë ka një, s'kem qysh ndryshe, nëse e lom me numër tabela. Nëse ndojmë 5 zona, për shembull, duhet atër sistemin si në Shqipëni. Që e lom me numër tabela të kjerë. Po, kjo për shembull është një... Po, këtejna nëse më lejohet, po këtejna të rastit që ka bo buj. Në disa pika pajtohen me artonin, po, absolutisht është mirë që dikush dul për shkak se kjo e bën një farë kthesën në vendin tonë, për shkak se këtu falë që ka pas edhe ma herët, po mendoj situatë votës, apo cënimit votës të kandidatëve tjerë. Po të mos e harrojmë edhe një fakt që ne kemi edhe betejë brenda partive. Edhe në shumicën e rasteve mund ndodh për shkak se u përmend Albin Kurti për shembull. Çka i dohen Albin Kurtit? Sa vota i kanë dhënë? Çka i dohen dikujna që i ka 400.000 vota? Është personi më i votuar në Kosovë. Që thonë shkurt e Shqepi ka bo blosht krejt këta tjerë, mi marrë dhe një 250 vota që atë. Mirë, qka i duhen? Bashkë sen heq. E qka ka ndodhë? Tashtë kër i merë 400 vota, nashta kur të numrohen, bohen gabime ma shumë. Munën mu bo 250. Po në anën tjetër kemi edhe kandidat për deputet që si të hën garë, bashkë si të hën garë e din që hën në parlament. Kështu bukfalisht e dënë. Qka ju dohen atyne, për pas në qoftë se ka ndë një manipulim të qëllimshëm. Edhe unë shpesh herë, po shpresoj që prokuroria që mirët me këtë punë... Mirë, ju dyshoni që ka manipulim të qëllimshëm, po ta që këtë qëllimi si pas jush... Nuk jemi ne i vetëmi vend në botë që ndodhin kësa rastet të qëllimshme. Ka ndodhë edhe në demokraci. Janë betejat e brendshme, thash. Betejat e brendshme. Në qoftë se dikush nuk mundet me hjek prej rrugës ti dikon, atëherë natyrisht cila është forma ma e mira dhe ma e lehta. Diskreditimi. Diskreditimi. Pse duhet ata... deputet, për shembull, kur i ki 40 e kusur mi vota, qka të vynë 500 me një vend. Edhe si është e mundur që veç me një vend, pro ko ka nërë 500 për të aj që i ka 40.000 vota, po në vendet tjera jo. Kështu që për mu është pak sa më, për teja saj se sa qka na. Se unë e kom përshtypjen që ka nere po e shofim veç me një perspektivës në ngushtë. Po, absolutisht duhet përndiqet se cili që manipulon me votën. Absolutisht po. Absolutisht është mirë që të mirën gjithë në pyetje dhe s'du ta paragjykoj bashkë askënd kanë e kanë ftu atë. Por shkak se ai ka qillu aty njeri, ka dashur mi marr do pare, po që i ka dalë që shi ka dalë.
Po, unë mendoj që është mirë që edhe ne kështu mos të ndërtojmë një diskurs publik që mund të ndihmon apo të dëmton dikon. Absolutisht mendoj që duhet të qëndrojmë neutral dhe thjesht të analizojmë si një anomali që ka ndodhur te na, edhe seni pozitiv në sytë e mi është që faktikisht veprimi i prokurorisë e bën një farë kthese. Për ato që ka e thanë këtu që në të ardhmen njerëzit janë më të kujdesshëm. Tashti është u ardhën koha ku partitë kanë me pas vështirësi edhe me bin njerëz, për me fut kandidat. Na si shoqëni e kemi një problem që harrojmë kogja shpejt. Jo, nuk janë sende që harruan këto, po na jemi një shoqëni ende me një tranzicion gjatë. Edhe na të gjithë e dim që proceset munden me zgjatë. Na jemi në proces të shtetë ndërtimit, na jemi në proces të ndërtimit demokracisë, të etabllimit. Jemi shteti i fundit në Evropë që mirëmi me këtu farë temash. Nuk është që nuk ndodhin edhe në shtetet ma demokratike në botë këto sende. Kemi pas rastin më dje dhe në Amerikë është përfull për votë. Jo veç Trump, po gjithmonë ka pas. Ka pas. Po krijohet një standard i ri dhe ajo është e mira e ndërtimit të demokracisë të na. Po në fund ditës demokracia nuk është veç vota. Edhe këta të mos e harroj. Vota është thjesht një pjesë, një përqindje shumë e vogël e asaj që ne e quajmë demokraci. Por shkak se në shtetet demokratike kjo është një çështje totalisht normale. Me dalë, me votu, me zgjedhë. Është normal që kjo? Me votu. Me votu, okej, po, normal. Po është ajo çështja themelore që na duhet me pas kujdes, me ndërtu një pasqyre të mirë të vendit. A është abnormale? Absolutisht është abnormale, po është për një shtet që pej 2008-ës dhe i tash sa vite u banë pavarësi, mendoj që ende jemi të ndërtu, të urrit. Mirë, kur i kemi ambicjet për tej. Absolutisht, se pra i pasën ato ambicje dhe sën mërim pa provu me kalu atë vijën e kuse. Po, ndoshta tu mësu në këtë proces, që për nashtë dalin prokuror trip, ma herët janë ba, po kërkush se ka ba temë. Kanë thonë, edhe dekmit kanë votu, po su hy kërkush ma femë. Tashti janë hy. Tashti e kemi një gjenerat tjetër. Tashti e kemi një perspektiv tjetër dhe një kënd vështrim tjetër të gjeneratës tjetër. Gjenerata e re nuk falë. Jo, ndëgjë. Shteti për neve, për shembull, si gjenerat që kemi jetu në periudhë që e përmeni edhe Dardani, pa pas shtet, dhe kur është bë shteti, për neve ka qenë jashtëzakonisht e rëndësishme që ne e kemi shtetin. Absolutisht ka pas përpjekje prej ditës të parë me ba më të mirën për këtë shtet prej secilit. Po gjithmonë duhet ta kemi parasysh që gjithçka në këtë vend është, jo vetëm në këtë vend, po në gjitha vendet, janë do procese që zgjatin. Edhe gjithmonë gjatë ndërtimit të shtetit ka diçka që ti e sheh më prioritare. Më thonë. Edhe gjithmonë hap pas hapi janë kryer ato punë që politika i ka pa më prioritare, apo ja ka qit vetit ato fara pika. E sot jemi në atë pikë ku thjesht duhet më marrë me këtë temë seriozisht edhe po mirëm seriozisht. Por ajo që ka po du të themon, është mirë të mirëmi seriozisht, por në kuadrët ati serioziteti të jemi edhe shumë të kujdesshëm. Për shkak se prapo e përsëris. Ka politikan që i duhet vendit, që merr votën kështu jashtëzakonisht lehtë, po në këtë proces kemi pas që ka dalë diçka për tej dallashit. Edhe në atë kontekst unë kisha me qenë shumë i kujdesshëm.